Përshëndetje nga sofra shqiptare. Sot motra të dashura, pasi është nata e madhe, vendosa që me ju të ndaj recetën e havllës me arra dhe me qumësht. Përgatitja është shumë e thjeshtë, është një recetë e vjetër tradicionale, bëhet shumë e shijshme. Shpresoj t'ju pëlqejë receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Si zakonisht në çdo natë të madhe unë përgatis havlull dhe kësaj radhe kam zgjedh recetën e havllës me arra dhe me shërbet qumshti, do me thënë në vend të ujit do i shtoj qumsht. Këtu në tigan kam hedhur dikon rreth 180 gram me lujn dhe ja shtoj 110 ml ose një gotë të çajit me vaj. Pra nuk i do e përgatis të tërën me t'lyn apo me gjalp, sepse havlla do del shumë e fortë, kështu vaji ndihmon që të del një havlull e shkript dhe e butë. Pra dhe nëse e përgatitni vetëm se me vaj nuk do e ketë atë shijen siç e ka kështu kur kombinojnë t'lynin dhe vajin. Dhe izim zjarrin dhe në një temperaturë mes tultës dhe të mesmes do e shkrijnë gjalpin derisa të filloj që të vlojë gjalpi dhe vaji. Vaji dhe t'lyni kanë fillu që të vloj, atëherë i shtojna 3 lugë gjelle me sheqer dhe kështu sheqerin e fërgojnë kështu për disa sekonda. Sheqerin në këtë mënyrë e shtojnë për arsye që mielli më shpejt të fërgohet, kur të hedhin më shpejt të merr ngjyrën kafe. Për atë arsye ja hedhin kështu dhe pak, vetëm se do e fërgojnë vajin dhe t'lynin me sheqerin. Besoj se është mjaftueshëm. Tash do e hedhim miellin. Tu kam një gotë 250 ml shemë miell. Mund që t'na shkojë të më shumë ose më pak, por në fillim do e përdorim vetëm se këtë gotën. E shtojmë nga pak dhe e përzijmë. Temperatura duhet të jetë mes të ultës dhe të mesmes, asesi nuk guxon në temperaturë të mesme apo në temperaturë të lartë të bëhet fërgimi i miellit. Pra në një temperaturë mes të ultës dhe të mesmes më mirë do fërgohet mielli. Shtojmë nga pak, e përzijmë derisa ta bëjmë një masë mesatarisht të trashë. Shtojmë përsëri nga mielli pjesën e fundit të gotës. Nëse ka nevojë do shtojmë ende. Do e shohim tash gjatë përzierjes. Pra si që shihni nuk kena shtuar miell, na u ka dashur vetëm sa ajo gota si që ceka në fillim. Një gotë 250 ml shemë miell e kam hedhur. Tash do e fërgoj kështu miellin derisa të merr një ngjyrë kafe të hapur. Miellin e kam fërgu dikon rreth 15 minuta, kështu duke e përzier vazhdimisht. Tash ja shtoj arra, dikon rreth 150 gram. Arra mund t'i shtoni sipas dëshirës, arra të vluara. Tash miellin dhe arra do i fërgojmë dhe 5 minuta ose 6 në atë temperaturë. Më shumë nuk guxon që të fërgohen, pasi që arra do digjen dhe do ju vjen era pasi të konsumohet havlla. Kështu e përzijmë përsëri vazhdimisht. Pas 5 minuta fërgim, ulim temperaturën në të ultën dhe tash do e shtojmë qumshtin. Gjithsej qumsht do i shtoj një gotë e gjysmë, gota 200 ml, shem falni. Kështu do ja shtoj ngadalë, nuk do ja shtoj të tërin për një herë. Ja shtoj pak, e përzij, shtoj pak, përzij masën. Më mirë do jetë që mos të ngele tokë pa havlla më pas. Shtojmë përsëri nga qumshti. Pra temperatura duhet jetë e ulët tash, asesi nuk guxon të
Qumshti t'i hidhet në temperaturë tjetër vetëm se në temperaturë të ulët, shtojmë dhe gotën tjetër deri në gjysmë. Shtojmë dhe pjesën e ngelur. Dhe përsëri do e përzim, ja shtojmë dhe sheqerin dhe një vanilë sheqer dhe tash do e përzim masën kështu që të shkrihet sheqeri. Mundohemi që sheqerin ta përhapim në përtër masën. Një gotë 200 ml sheqer, harrova që të cep. Gjithashtu dhe ina ku përgatitet havlla duhet që të lloji që nuk nxehet dhe e përzim kështu mirë derisa të trashet. Havlla është trashur në atë masë që duhet. Atëherë e largojmë nga zjarri dhe e lojmë nja 5 minuta që të ftohet dhe më pas do ja japim formën. Havlla është ftohur pak, e marrim një lugë dhe në anë të lugës do ja japim formën, ose mund t'i jepni forma sipas dëshirës, mund ta përdorni ndonjë enë, ta vendosni havllën, po unë kështu në anë të një luge do ja jap formën. Mund të zgjedhni një lugë të vogël, një më të madhe, varet se nga dëshira, unë kam marrë një lugë gjelle. Dhe kështu në mënyrë të njëjtë gjithë havllës do ja jap formën. Gjithë havllës ja kemi dhënë formën kështu me lugë dhe na ka ngelur vetëm një pjesë, e kam vendosur kështu në një filxhan dhe në mes do e vendosim, në këtë mënyrë do bëhet një pjatë shumë e bukur me havëll. Ja pra siç e shihni, vërtet ka dalë shumë mirë. Kjo është mënyra se si përgatis unë havëll me arra dhe me qumsht. Gjithë ju motra që e përgatisni, ju bëft mirë. Kurse ju motra që ndoni kohë për videot e mia, më përkrahani vazhdimisht në receta, ju faleminderit, urime nata e madhe, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.